Ka patur shumë aludime, kishe edhe ti dyshimet e tua që te Balloku po hetohet sepse ka edhe ndryrje të huaj. Ne në fakt luajmë shumë me teoritë konspirative. Amerikanët e tjera, dini gjithë çfarë është kjo, sipas jush, edhe ju hodhët një dyshim. Unë kam hedhur këtë dyshim, e biseduam dhe herën tjetër në studion tuaj, po e kam hedhur këtë dyshim për që një ndeshëm pa pasur asnjë fakt. Por duke u nisur nga një logjik që deri tani SPAK-u nuk ka guxuar kur më parë të prekit procedura ku është implikuar Edi Rama. Pra, e merr Veliajn për fustanet e Ajolës, e merr Ametajn për vilat e grave. Edhe për incineratorët, se ka disa procese edhe për incineratorët. Po jo për punët që kanë bërë në bashkëpunim me Ramën. Fakti që kemi një thyerje ose një risi me atë që ka bërë SPAK-u gjatë 5-6 viteve të fundit, ka dyshime, thoni ju? Të dyshosh se ka në lojë është futur përdhunshëm një forcë tjetër. A janë këta europian, a janë këta amerikan, ore a janë këta banda kriminale që kanë paguar se kanë inat Ballukun, unë nuk e di. Por ka një forcë tjetër që ka bërë të lëvizit trajektoria që SPAK-u ndjek prej 6 vjetësh. Pra SPAK-u deri më sot nuk ka bërë atë pa lejen e Ramës. Pra, ju jeni duke thënë që mbi këtë bazë ngrihen dyshime, domethënë duke vetëm dyshime, nuk është se kam parë në një dokument. Në kohën kur ka ndodhur ky trafiku, ky ka qenë një operacionales që lidhet me faktin. Tani, nga sa lexojmë ne nga këtë komunikatën e SPAK-ut, bëhet fjalë për një operacion që ata e konsiderojnë të madh, sepse është prokuroria antimafia. Mat për nga numri i arrestimeve po për nga fuqia e grupit kriminal që është goditur. Qartë. Dhe është në lojë pra Italia dhe Zvicra me këtë grup, është ajo linja e vjetër, linja e trafikut të narkotikëve që vjen nga Amerika Veriore, që vjen në Shqipëri, dhe me anë të kamionëve të mëdhenj futet në Europë, shitet andej dhe futet këtu përmes autobusëve të linjave paraja cash. Kjo është ajo linja që ata kanë shfrytzuar. Por kemi parasysh që janë 2 procedime penale që janë plotësuar, thotë, që në krye. Një i vitit 2019 dhe një i vitit 2024. Pra, kanë zmadhuar grupin. Ose në total 26. Ideja është që nuk është një gjë që ka ndodhur është kapur drogë sot që ndodhë normalisht kokain, dhe pastaj kanë filluar arrestet. Këto kanë mbi 4 vite që hetojnë këtë organizat kriminale. Kanë zbuluar rastet të ndryshme dhe në fund, thonë, në total gjatë këtyre 4 viteve, ta kanë trafikuar 1300 kg kokain. Dhe linja niste nga Amerika Latine dhe me anë të anijeve, kontenjerëve si që ndodhë, vinte në përportet kryesore të Europës. Pra linja që kishte ky grup shqiptarësh dhe pastaj shpërndarja bëhesh me kamion. Dhe prokuroria italiane që kanë ndjekur më në detaj thotë që kur shpërndai droga, një pjesë e shoferëve dhe nuk e dinin që e kishin ngarkesën brenda. Ndërsa pjesa e parave që vinin cash nga Italia për në Shqipëri, që bëjmë me këto mushkat e parave që i thonë, këtu ishin në dieni të gjithë shumave që vinin shoferët autobusëve, sillnin në Shqipëri. Pastaj, pjesa tjetër është ndihmë që i ka ardhur nga Eurojusti, nga prokuroria italiane, nga Guardia di Finanza për SPAK-un. SPAK-u ka bërë pjesën shqiptare të operacionit, ka identifikuar 6 persona në Shqipëri dhe për 3 prej tyre ka firmosur mas arresti. Por operacion i bërë nga italianët dhe ata din t'i bëjnë mirë këto operacione. Pra e ndjekin, fabula ka nisur me disa shpërndarës droge që i kanë drejtuar të shefat e drogës dhe pasaj kanë zhvuluar gjithë skemën se si zhvilloi ky lloj trafiku. Se po t'ishte vetëm për Shqipëri, këtu rastet janë kur kapi në një sasi të vogël droge dhe prap vetëm te shoferi apo te personi që ka kokainën, nuk shkojnë më te shefat lartë që drejtojnë gjithë trafikun. Në këtë rast kanë shkuar te shefat e trafikut.
Po, kemi dhe këtë faktin që duhet thëmë pa tjetër që gjithë këto rastet e fundit të mëdhaja të goditura nga Spaku kemi me pa tjetër një oficer policie të arrestuar. A është gjithmonë një... Gjithmonë një oficer... Një oficer dhe aty dhe në kuptohet? Arrestuar. Po s'mund të veprohet ndryshe, qofse s'ke... S'ke njëri brenda thoj... Jo vetëm policia, po mund të shtoj edhe doganat. Doganat është namin në doganat, se ne merremi gjithmonë me policisë, ajo na ekspozohet. Po jo, në këtë rast, këtë kemi në vëzhgime, kupton? Dhe ka ndodhur. Ndërkohë, ka dhe... Doganat s'kanë arrestuar akoma, Ne kemi një anë... mund të fillojnë arrestimet aty. Nga që merremi gjithmonë me aksionin, ne nuk flasim kush duhet ta kontrollojë këtë histori, që është për shembull Agjencia e Inteligjencës Financiare, pastrimi i parave. Këto funksionojnë, këto instituciona, apo s'funksionojnë? Shërbim informativ. Shërbim informativ. Pra, ne gjithmonë merremi me këtë si shkoj kamioni, kush u kap shoferi, po këto që duhet bëjnë këtë punën, me fjalë. Parat vinin në Shqipëri. Pra, parat këtë vinin kuptim... Këtu pastaj çfarë bëhet me parat? Këtë kuptim nuk është vetëm një polic. To që ecin lart, ylli, që ta mos e shpërndajmë, nuk është vetëm një polic. Është strukturë. Po një është në një grup. Shpërndarja e mushkës, që tha Andi, bëhet kudo. Një bie në një grup, një dy janë në një grup. Inteligjenca financiare rinë ata, gjithë presin normën e fund muajt, ose si e kanë vjeçare, se varet si është pagesa, kupton? Se s'ka mundësi ndryshe. Do të thënë, gjithë këto porte, gjithë këto lëvizje, gjithë këto miliarda, dhe nuk ka asnjë kontroll, asnjë precedent që ne ta kemi si referencë, unë nuk e di. Se mirë në këtë rast thonë kokaina vinte nga Amerika Latine nëpër portet e Evropës, por ndërkohë thonë heroina vinte nga Shqipëria për të shkuar në Itali. Tani kjo është histori e gjatë që mund ta bëjmë disa tema, se kemi edhe bankat këtu që implikohen. Bankat janë më keq. Bankat pastrimi parave në ndërtim, në resorte. Jo, prandaj po them, se ne gjithmonë vendosemi te ballina, ne ngelemi te aksioni. Dhe ndërkohë brapa underground është Shtoj fakti që gjithmonë ka forcë. Sa me emër të ketë banka këtu aq me ndyrë. Po prandaj po duhet do ta bëjmë. Duhet marr kjo, duhet marr përsipër kjo punë. Do t'i kemi patjetër këtë bankave. Klodë tani kemi një, oj mos i ram, e rritëm kot shumë në këtë të horoshit, ç'ishte kjo? Nuk është pak, ajo... Mos e rritëm, nga që ka krizë në media, mos e rritëm shumë? Nuk është pak, nuk sigurisht, nuk bëhet fjalë që në Shqipëri po stërviten skuadra. Ishte një personazh, i ndjekur nga antiterrori, që ishte arrestuar dhe në 2009. Renea në Horosh, e vendosni. 3 vjet burg, dhe post kishte rekrutuar një Julian Cumraku, një tjetër, e kështë lënë dhe atë e kështë të riste atë mjekrën e tjera, bëni stërvitje si pas të dhënave të policisë në pyll, kishin armë, kishin gjithë gjëra. Problemi që shifet aty është që ky kryesori, Hamzai Luani, Erzen Uka, ka bërë disa postime në Facebook që e ka aktiv, në datë 3 shtator dhe në datë 8 shtator, tani. Të kësi shtatori? Po, dhe të ki pari, mburë dhe përmend si njeriu që mori flamurin për të çliruar Osama Bin Ladenin,